Hëna e luleshtrydhes, shenjat e horoskopit që do të pësojnë ndryshime në jetën e tyre. Hëna e plotë e qershorit, e quajtur hëna e luleshtrydhes, lind më 11 qershor në shigjetar, që do të thotë se ky cikël hënor do të ndikojë në fushat e dominuara nga kjo shenjë e zjarrit, duke përfshirë komunikime dhe lidhjet personale dhe profesionale në të gjithë botën. Shigjetari është një shenjë që na inkurajon të mësojmë më shumë rreth botës dhe të zgjerojmë perspektivën tonë mbi jetën, shpesh përmes udhëtimeve, studimeve akademike ose spiritualitetit. Na inkurajon të ndjekim aventurën, të panjohurën, të mësojmë se si lidhemi me të tjerët dhe të filozofojmë rreth vendit tonë në univers. Lexoni më tej për të zbuluar se cilat shenja preken më shumë. Binja, kjo është një kohë për të qenë i sinqert me veten. E vërteta brenda jush, por edhe në marrëdhëniet tuaja. Partneritetet tuaja vinë në fokus, ashtu si edhe marrëdhëniet tuaja. Për disa, kjo do të thotë një hap drejt përfundimit, qoftë një ndarje apo një formalizim i një marrëdhënieje. Sidoqoftë, kjo sjell një glënjë ajri të pastër dhe ju jep mundësi për të përkushtuar vërtet njerëzve që doni. Virgjësha, siguria është në qendër të mendimeve tuaja. Tani mund të jeni mjaft të shqetësuar për të kaluarën, trashëgimin dhe traditat tuaja. Mund të ketë gjithashtu një ndryshim të rëndësishëm në jetën tuaj familjare, në shtëpi ose në familje, siç është dëshira për të zhvendosur, për të rinovuar shtëpinë ose për të bashkëtuar, megjithse kjo e fundit duhet të merret në konsiderat me kujdes. Shigjetari, të gjithë syt janë mbi ty. Një qëllim i madh personal ose profesional që e ke planifikuar për 6 muaj ose më shumë, tani mund të bëhet realitet. Sigurohu që të kërkosh atë që dëshiron për veten tënde, në mënyrë që të tjerët të dinë se çfarë dëshiron ti. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.